të kësaj shtëpie, ku sipas banorëve ata kanë qenë brenda shtëpisë dhe rreth orës 22 të asaj mbrëmjeje ka filluar që sinjali i parë ka qenë të ndërprehet energjia elektrike, më pas edhe furnizimi me ujë të pijës. Gjithashtu ata e kanë dëgjuar edhe një lloj tërmeti dhe kanë dalë menjëherë jashtë, e kanë parë gjendjen dhe janë larguar nga kjo shtëpi. Sipas banorëve të shtëpive, gjë që edhe pak më herët unë veç tentova me marrë edhe një prononcim dhe një qëndrim prej banorëve të kësaj shtëpie, por që të njëjtit për shkak të ndjeshmërisë së rastit nuk kanë pranuar që të flasin para kamerës, por që mi kanë treguar të gjitha këto detaje, saktësisht prej vitit kaluar me çfarë problemesh ata janë ballafaquar. Sipas tyre, ata që një vit janë duke shkuar shpesh në komunë të Prishtinës dhe duke u kërkuar atyre edhe kompenzim të dëmit, por që sipas tyre nuk ka ndodhur një gjë e tillë, që një vit ata janë duke janë evakuuar pra edhe nga kjo lagje dhe kanë vazhduar për një lagje tjetër të Prishtinës, ku edhe kanë qenë duke banuar me qëra. Së gjatë ditës kjo shtëpi është rënuar dhe po shihen edhe pamjet që me të vërtetë është një pamje jo e mirë për ta parë, por që edhe banorët e kësaj shtëpie e kanë përjetuar me të vërtetë rënd këtë gjendje, sepse veç e kanë parë edhe me sytë e vet duke e rënuar